Kam premtuar që do të ndaj me ju çdo gjë që është e mrekullueshme në rikuperimin e shëndetit fizik e psikologjik mas sfidave të ndryshme dhe ja ku jemi. Kjo është një prej atyre videove. Unë jam një nxënëse e mirë dhe zbatoj ato që mësoj, kështu që më në fund hoqa dorë nga një gabim shumë vjeçar i hedhjes në kosh të lëvozhave të qepës kuqe. Tashmë për 6 muaj unë i ruaj lëvozhat e qepës kuqe, i ruaj tepsinë në ambient hapur që të mos kenë mundësi më myk, dhe mos i mbledh një sasi të caktuar, i kaloj në furrë për 150-200 gradë, afërsisht për pak minuta, duhet me rujt, mos na digjen. E mrapa i kaloj në blender dhe në fund përfitoj një suplement të pastër natyral, sidomos kryesisht i pasur me quercetin. Lëvozhja e qepës kuqe është kryesisht e pasur me quercetin, burimi kryesor biles në natyrë dhe që është jashtëzakonshme për shëndetin e zemrës, për pjesën e sheqerit në gjak, yndyrës në gjak e për sistemin të rretës. Kena një suplement të pastër natyral që mundena me e përdor në tana kombinimet në kuzhinë, mjafton dëshia për të eksperimentuar, e plus kësaj ka një shije dhe një aromë të jashtëzakonshme. Provojeni, më thoni si ju duket, dhe nëse kjo informacion plus asaj që keni në përshkrim ju duket i vlefshëm, bëni